Zhvillimi urban në bashkitë e vendit do të futet në një fazë të re dhe për të arritur këtë, qeveria prezantoi sot programin Rilindja Urbane 2, që përfshin një sër ndërhyrjesh të cilat do të realizohen për të transformuar qytetet. Përmes këtij programi do të shtohen parkimet, veçanërisht në qytetet ku ka fluks lëvizjesh, ndërsa flota e transportit urban do të mbizotërohet nga mjetet elektrike. Janë tashmë evidentuar plot 160.000 metra katror sipërfaqe në 12 bashki, të cilat kanë një potencial deri në 15.000 poste parkimi. Jemi fokusuar në bashkitë që kanë jo thjesht intensitet urban të theksuar, por mbi të gjitha dhe flukse turistike të konsiderueshme. Transporti do të jetë i bazuar në autobuza elektrik. Bashkia e parë e cila do të pilotohet do të jetë brenda 3 mujorit të fundit të këtij viti. Në fokus të rilindjes urbane do të jetë edhe riciklimi i mbetjeve apo edhe shtimi i hapësirave për komunitetin. Jemi duke punuar ngushtësisht me shumë bashki për sa i përket mbulimit 100% territorit, por në të njëjtën kohë dhe duke plotësuar ato standarde që tashmë do të jenë detyruese si rrjedhoja e integrimit në Bashkimin Evropian, duke filluar me riciklimin dhe jo vetëm. Objektivi 8 është nxitja e jetesës shëndetshme nëpërmjet hapësirave të reja rekreative, sportive në nivel vendor. Janë evidentuar tashmë nga bashkitë rreth 140 spote në nivel kombëtar për të krijuar këto pole të reja. Gjatë vitit 2026 do të ketë pilotim të programit në disa bashki, ndërsa në vitet 2027-2030 synohet që transformimi urban të marrë pamje të plotë.